Mësimi i Imam Ebu Hanifes, mëshira mbi fitimin. A e dini se si një borxh i harruar mund të na mësoj më shumë për besimin dhe moralin se sa çdo ligjërat fetare? Imam Ebu Hanife, një figurë e ndritur në jurisprudencën islame dhe një tregtar i ndershëm, na tregon se si të jetojmë me integritet. Ai ishte një shembull i shkëlqyer për muslimanët, studentët, biznesmenët dhe besimtarët. Kur një burr harroi borxhin, imami nuk e ngushtoi. Frika e tij nga gjykimi i Zotit dhe dëshira për të mos e vënë robin e tij në vështirësi, e shtyn të falte borxhin. Ky është një mësim i thellë moral për të gjithë ne. Ndjeshmëria dhe mëshira ndaj të tjerëve janë më të vlefshme se çdo fitim material. Le të ndjekim shembullin e imamit, duke u trajnuar në biznes dhe duke diskutuar etikën me ndërgjegje. Le të reflektojmë mbi këtë histori dhe të përpiqemi të jemi më të ndjeshëm dhe të mëshirshëm në jetën tonë të përditshme. Ndani këtë mësim me të tjerët dhe le të ndërtojmë një botë më të mirë së bashku. Historia e këpucëve në xhami. Një ditë me shi, një burr i moshuar la këpucët jashtë xhamisë. Kur doli pas namazit, ato ishin të pastruara dhe të mbuluara me një qese plastike. Ai pyeti se kush e kishte bërë, por askush nuk foli. Një djalosh që pastronte heshturazi këpucët e të moshuarve çdo të premte, vetëm tha me vete: Zoti e di. Mjafton ai. Mësimi. Shërbimi i heshtur është një lutje e fuqishme që ngjitet drejt qiellit. Historia e monedhës që ra në heshtje. Një natë, një burr hyri në xhami dhe pa një kuti për bamirësi. Ai kishte vetëm një monedhë. E hodhi ngadalë, pa zhurmë, pa u parë nga askush. Dikush e pa dhe i tha: Pse nuk pret ditën, kur ka më shumë njerëz për të parë? Ai u përgjigj: Nëse më sheh Zoti, mjafton. Nëse më sheh bota, s'më hyn në punë. Mësimi. Vepra e bërë për sy të Zotit nuk ka nevojë për duartrokitjet e njerëzve. Historia e robalarses dhe lutjes së heshtur. Një grua e varfër lante rroba për të tjerët gjithë ditën. Nuk ankoi kurrë. Çdo mëngjes, para se të fillonte punën, ngrite duart nga qielli dhe thoshte vetëm: O Zot, më mjafton ti. Një ditë, një grua që e paguante pak, e pyeti: A nuk lodhesh kurrë? Ajo u përgjigj: Po, por nuk pastroj vetëm rrobat. Pastroj edhe zemrën time çdo ditë me këtë fjali. Mësimi. Besimi i thjeshtë dhe i sinqert është një pasuri që as varfëria se prek. Historia e pastruesit që nuk harroi namazin. Një burr i thjesht punonte pastrues në një qendër tregtare. Çdo ditë, në orarin e namazit, fshinte duart, nxirrte një copë kartoni të pastër dhe e përdorte si segjade mes korridoreve. Një shitës e pyeti: Nuk ndihesh keq që të shikojnë kështu? Ai buzëqeshi dhe tha: Më mirë të më shikojnë njerëzit duke u përulur ndaj Zotit, sesa Zoti të më shikojë duke e harruar atë. Mësimi. Nuk ka turp në adhurim. Turp është të mos e kujtosh atë që të jep gjithçka. Historia e plakut që fali të gjithë. Një plak jetonte vetëm. Kishte vuajtur shumë në jetë, i kishin marrë pronën, e kishin tradhtuar, e kishin përgojuar. Një ditë, kur dikush e pyeti: A nuk i urren ata që të bën keq? Ai u përgjigj qetësisht: Jo, se nuk dua ta takoj Zotin me barë në zemër.
Mësimi. Falja është dhuratë që i bëjmë vetes përpara se t'ia bëjmë tjetrit.